Pastaj, pasi ke studiuar mirë, punon. Bilese mirë është të punosh edhe kur je duke studiuar, sepse të kalit të bën aq më të fort, akoma më të fort. Dhe kur fillon e punon, duhet të kesh edhe pak fat që të zbulosh se cila është rruga jote. Të kuptosh cili është drejtimi yt, e ardhmja, dhe jo drita në fund të tunelit. Por nëse nuk fillon të hapësh një tunel, nuk e për të parë dritë në fund të tunelit. Kupton? Mos shpreson ndonjëherë se duke ecur tek tuneli tjetrit apo tek rruga tjetrit do të bësh i pasur dhe i suksesshëm në jetë. Qofse si sukses konsiderohen parat, gjë që unë se kam konsideruar ndonjëherë. Pastaj, duke punuar fort, duke dalë llapa 2 plëmb, një ditë të bukur zbulon që edhe duke punuar, edhe duke dalë shpirti, edhe duke sakrifikuar fort, siç kanë bërë prindrit tanë, gjyshrit tanë, shpeshherë në shumicën dërmuese të rasteve, 99% të rasteve nuk bëhesh dot i pasur. Sepse e tillë është jeta, më vjen keq të ta them, po e tillë është jeta. Jo të gjithë bëhen të pasur.